Nia e Veriut në këto momente më bashkohet në program Fezia Ajdari, analist politolog. Përshëndetje, mirë se vjen. Kënaqësi. Kënaqësia është e imja, përshëndetje. Zoti Fezi, po e nis aty ku e lam në fakt pak çaste më parë me Entona Bilekaj, drejtori i dosja Pikal, i cili teksa po analizonte në fakt Maqedoninë e Veriut, zgjedhjet, e lidhja atë me përpjekjen për propagandë përgjatë të premtes në atë protest që sipas tij ishte stisur më shumë për të ardhur në ndihmë Ali Ahmetit në këtë proces zgjedhor, por që sipas tij votuesit, qytetarët në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët sigurisht, nuk ranë pre e kësaj propagande dhe në vetvete kjo, siç ka anën e saj të mirë për sa i përket të vërtetës, ka dhe anën e saj të keqe për sa i përket asaj kauze për cilën është përpjekur që të mbahet e pastër në kaq vite, pra kanë fjalën këtu për krahun e UÇK-s për 2001 dhe kështu me radhë. Si shihet në fakt nga ty kjo që ka ndodhur me faktorin shqiptar në këto zgjedhje? Tamam, ata që organizuan atje në Tiranë atë mbledhjen mbështetëse mbledhjen në mbështetje të ish pjesëmarrëve të UÇK-s, të cilët aktualisht janë në Hagë, janë pikërisht ata njerëz të cilët trumbetonin dikur na vinin këtu, respektivisht vinin në Prishtinë, trumbetonin se kush nuk e voton gjykatën speciale është tradhtar, dhe tani pikërisht ata të njëjtit, të cilët dje na shpallin tradhtar, organizuan atë protestën atje. Duhet të them për këtë si një lloj uvertyre të dalë aty te esenca. Në fakt, qytetarët shqiptar të Maqedonisë si avanë atë përgjigjen e merituar, jo vetëm Edi Ramës, por edhe Ali Ahmetit. Në betejën kryesore Ali Ahmeti kishte këtu në Çajir, në njërin nga komunat e Shkupit, ku ka më së shumti shqiptar, dhe aty ishte simbolika pesha dhe njerit mesazhi i fundit për Ali Ahmetin se ke humbur betejën në bastionin më të madh të BDI-s dikur në Çajir, dhe kjo ishte njëkohësisht edhe përgjigje për ata që u mbledhën në Tiranë dhe për këta këtu që shkuan për t'u bashkangjitur pikërisht atje për t'i mbështetur ata të cilët deri dje gjykatën e shihnin si tradhti kombëtare. Mos për krahjen e gjykatës, themelimin e gjykatës e shihnin si tradhti kombëtare. Domethënë, po. Doja të ndalem në fakt tek analiza në vetvete